Vëllezrit Balla shkruajnë sërish histori në rekordet Guinness. Vëllezrit Balla kanë shtuar një tjetër rekord Guinness në emrin e tyre duke bërë rekordmen për herë të tretë pas një tjetër performance të jashtëzakonshme të ekuilibrit. Vëllezrit shqiptar Artan Balla dhe Arnold Balla kanë vendosur zyrtarisht rekordin Guinness për kozjatën më të madhe balancimit të një personi me pozicion me kokë poshtë mbi një dorë, duke mbajtur këtë pozicion për 31.22 sekonda. Tentativa rekord u zhvillua më 23 qershor në New York në Shtetet e Bashkuara në National Yiddish Theatre Folksbiene, ku vëllezrit Balla arritën përfundonin me sukses sfidën pas rregullave të Guinness World Records. Performanca kërkoi forcë të jashtëzakonshme, ekuilibër dhe koordinim perfekt, pasi njëri prej vëllezërve duhet qëndronte në pozicionin e qëndrimit me kokë poshtë, duke u mbajtur dhe balancuar vetëm një dorë. Kjo ishte një tjetër dëshmi e aftësive të veçanta akrobatike që kanë bërë vëllezrit Balla të njohur ndërkombëtarisht. Ky është rekordi i tretë Guinness për ta.